Me hidhërim të thellë njoftohet ndarja nga jeta e Ismet Bellovës, një prej figurave më të mëdha të sportit dhe gazetarisë sportive shqiptare, mësues, gazetar dhe komentator që la gjurmë të pashlyeshme në historinë e mikrofonit dhe edukimit fizik në vend. Ismet Bellova lindi në Tiranë më 1 qershor 1934. Arsimin e lartë e përfundoi në ILKF Vojokushi në vitin 1960, duke u përkushtuar më pas me pasion dhe dinjitet profesionist të mësuesit të edukimit fizik, si edhe gazetarisë sportive. Ai ishte i martuar me mjeshtren e merituar të sportit, Bukuroshe Shtiza. Rrugtimi i tij në sport nisi herët që në vitin 1948, kur u shpall edhe kampion i vendit për të rinë në ping-pong. Emri Ismet Bellovës u bë pjesë e historisë së transmetimeve sportive shqiptare më 29 nëntor 1950, me komentimin e ndeshjes Dinamo Partizani 1-0, finalja e Kupës së Shqipërisë, duke shënuar fillimin e një karriere të gjatë në Radio Tirana. Për kontributin e jashtëzakonshëm në sport, arsim dhe gazetaria i u nderua me tituj e dekorata të shumta, ndër të cilat mësuesi i popullit, urdhri Naim Frashëri, klasi 1 dhe të artë, urdhrin e punës klasi 1, nderi i sportit shqiptar, urdhri olimpik, mirënjohja e Tiranës, nderi i sportit Dibransi dhe titullin kalor si urdhri të flamurit. Gjatë jetës së tij, Bellova u nderua me një sër çmimesh. Në vitin 2004 u krijua çmimi Ismet Bellova në gazetarinë sportive. Ai u vlerësua me çmimin e karrierës në televizionin shqiptar, 2 herë çmimin Anton Mazregu dhe mikrofonin e artë në televizionin shqiptar. Ndarja nga jeta e Ismet Bellovës është një humbje e madhe për sportin dhe median shqiptare. Kujtimi i tij do të mbetet i gjallë te brezat që edukoi, te dëgjuesit që ndoqën dhe te historia e sportit shqiptar, ku emri i tij zë një vend nderi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.